Të nderuar vëllezër besimtar, ja ku jemi në xhumon e fundit të Ramazanit. Dhe kem përmend dhe gjithë e dim mirë se Ramazani ec shpejt, sikurse çdo mirësi të kënaq edhe nëse është e pakët. Andaj, sot jemi në xhumon e fundit, qysh të impleqt shkoj gëzume. Shumë shpejt kemi përcjellë Ramazanin, andaj i lume ai i cili ka ditë me i shfrytzu këshillat profetike për ta menaxhuar kohën. Zatën të nderuar xhamat, një prej cilësive që e manifeston një rob të suksesshëm është menaxhimi i mirë i kohës. E kem përmend me një situatë tjetër, një musliman kish pas takim me një jo musliman. Edhe ky muslimani shkojnë takim me 15 minuta vonesë, e ky muslimani pe pyetët, a je besimtar? Tha po. A falësh? Tha po. A del namaz xumos? Tha po. Haxhin e ke kry? Po. I kishte paston ky jo muslimani, thot mësoj edhe herë fen se këtë feja juve ndërtohet në menaxhimin e kohës. Me ditë me menaxhu kohën, namazën e keni me kohë, Ramazanin e keni me kohë, haxhi ka kohën e caktuar, e ti pas ke nevojë, çfarë me mësoj edhe herë fen tonë. Të nderuar vëllezër besimtar, koha është duke ecë dhe në këtë drejtim me të drejtë dikush do pyeste se çysh është dashur me menaxhu këtë periudhë të bekuar, dhe këtë na ka tregu pejgamberi sa 3 hadithe. Men sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e agjeron muin Ramazan me iman, me shpresë, vet llogari, tek Zoti, kom ju fal ato që kanë kalu. Pastaj vjen hadithi i dytë, wa man qama, ai i cili e ngjall Ramadan, muin Ramazan me ibadet natë vllazni. Taravih, namaz natë, të tillët kanë ju fol mëkatet që i kanë parapri, dhe hadithi i tretë, men qama lejletul qadri, ai që e ngjall natën e kadrit me ibadet, me adhurime, kanë më ju fal ato që kanë paraprim. Të nderuar xhamat, jemi në atmosferën e finales, jemi duke shënu për ta goditur këtë natë madhështore. Andaj në këtë drejtim na e dina fare mirë se feja nuk interpretohet ndryshe vetëm se me Kur'an dhe hadith. Andaj po thot pejgamberi el amalu bil khawatim, veprat gjykohen dhe shpërblehen sipas përfundimit. Andaj ende nuk është koha me u shliru, ende nuk është koha me u relaksu, mirë po me shtu tempën dhe me u angazhu sa më shumë në ditët dhe netët e këtij muaji të bekuar. Të nderuar vëllezër besimtar, shumica nga ne e dim këtë hadith, mirë po duhet m'ja përkujtu vetet se duhet me pas një përfundim shumë të mirë këtë muaj, një përfundim i cili ndërtohet me angazhim maksimal, me lodhje dhe synim të kënaqësisë së Zotit. Të nderuar xhamat, apo shehni se sa shpejt është duke i ky muaj dhe do të pas breng se a thu ai ka pranuar Allahu angazhimet tona. Me pos breng, a thu, a kam qenone maksimalisht i angazhuar pjanës time, apo kam lejuar që këto ditë dhe net me ikë sikur me konë ditë të rëndëmta, sikur në i vikend kur ti s'ki qa me bo. E nëse tek ke pos këtë qasje, pëndohë vëllezër besimtar se ende nuk është vonë. Andaj të mundohemi që të shtojmë vepra të mira dhe në këtë drejtim këto vepra që i kem shtu. Është mirë me na përcjell mas Ramazanit. E kjo është dëshmije mirë, është dëshmije fort se Allahu çfarë i ka pranu veprat tona, e ka pranu Ramazanin ton, i ka pranu angazhimet tona. Pse? Se kjo vëllezër besimtar është shaj se ti e përmisu, se ti e pendu dhe ti ke dashur me konë njëri tjetër mas Ramazanit. Andaj në ditët dhe netët që i kem para neve, ti shtojmë veprat tona të mira. Mos hupim kohë duke bo aq çfarë nuk është aq e rëndësishme. Mos lejoj bo vllazni me na ik një sevop kaq i madh. Allahu po në surën Qadr, khairun min 1000 shahr. Do është më mirë se 1000 muaj. Na po përkthejmë don që nota Qadrit është sa 1000 muaj, 83 vite 4 muaj. Jo, Allahu khairun min është më mirë se sa kaq. E sa veç Zoti e din. Veç Allahu e din. Mirë po shumë ka sevop. Në këtë drejtim duhet të angazhohemi që çdo net vllazni me adhuru Allahun. Në këtë drejtim mos këqyrni kur nota tek dhe çift, sidomos si vjet. Pse? Se muslimanët si vjet nuk janë bash
razi kur ka fillu Ramazani. Dikush ka fillu me hon, e dikush ka fillu me kalkulim, andaj këtë drejtim çdo natë llogarit e tek. Çdo natë angazhohu sikur me kon nota kadrit. Pse? Se ka mundësi me kon në natë që të se ke llogarit, andaj 10 që i fundit le të është angazhim maksimal. Le të është angazhim i ndërtuar me ibadet, ku ti çfarë men qame, ai i cili e nxall natët e Ramazanit. Çka po lipet për neve? Ibadet, mu çu vëllazën besimtar në kom, me adhuru Allahun, me ron sejdë Allahut, me tregu Allahut, o Zot, unë jam i kënaqur se ti je Zoti im. E pastaj më shpreh nevojat e tua, golet e tua, andaj në këtë drejtim mundohuni që të natët të nxallni me ibadet sa më të shumë. Andaj nuk është në rregull vëllazën besimtar më na leju që këto natë me kalu, si natë të rëndëmta. Nëse ti e ke lexu në xuz Kur'an gjatë ditës, tash është dashur me kalu me ka 2. Nëse ti i ke fol taravit, tash është në rregull me shtu namazin e natës. Nëse ti e ke bë, ka 50 cent e ke pas një çdo ditë me dhon sadaka, tash është rënë me shtu një euro. Pse? 10 ditë ka një euro me bë 10 euro në fund të Ramazanit. E kështu me radhë, ti me pe aty që nxitojnë në vepra të mira, por duke i shtuar ato. Andaj këtë drejtim shumë na pyesin xhamati, cila është vepra më e mirë me bë këtë natë. Fillimisht vëllazën besimtar, kisha pas sef mjeftu të meditimin këto çapo do të thon tash. Vepra më e mirë që mund më bën njëri në këtë natë është farze. Farze të vllazëmi kushton rëndësi. Farze të vllazën besimtar me i fol në xhami, e sidomos një farz i cili është shumë i injorum, e nuk e kushton rëndësi, ai është farzi namazit të akşamit. Farzi namazit të akşamit është shaj se hini nata që ti jetë të lyp. Andaj qatë natë ti nëse e ke fol akshamin në xhami, çfarë bie 1000 vjet sevap që ti ke fol në xhami. Andaj fillimisht mos leje që namazin e akshamit të fol vet. Mos leje në këtë natë, a peshe në vllazni nëse del në për xhamia 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet, ka ndalë me fol namazin e akshamit për natën që ti po synon me godit. Mendon se u maksimal saj, andaj spaku nëse ti s'del në xhami, mbledh anëtarët e shtëpisë, edhe falën namazin me çat xhamat që Zoti ja ka bërë rrezik me gru, me fëmijë, me babë, me non, mirë po mos se fal vet namazin e akşamit. Le të fillon nota jote e kadrit, me një namaz me xhamat, e cili pastaj vllazën besimtar shpërblet spaku 25 fish apo 27 fish më shumë, edhe këto kur t'ia shtosh 1000 vite, 1000 muaj, Allahu Akbar. Andaj namazi i akşamit në xhami vllazni, ju lutna t'jeni të kujdesshëm namazin e akşamit, këto natë me fol veç në xhami, dhe pastaj vin sunetet, vin taravia, vin namazi i natës, mirë po nuk është në rregull që ti me dështun farz e me koni përpekt në sunet dhe nafile. Shkon kështu, feja ndërtohet me anë vllazni. Ka një lloj rënditje, ka prioritete, andaj kursun ja shkon në farzet, në nafile. Kursun ja shkon. Andaj akshamin me xhamat mundoni ta falni, nëse nuk mundi vllazni me dal dhe me fal në xhami, spaku të shtëpia vllazën besimtar bën në xhamat të vogël, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet sojeni, po mos lejoni me u fal vet. Nxani sevapin maksimalisht këtë drejtim. Pika e dytë vllazni që kisha pasur me këshillu fillimisht vetën edhe juve është me kon të kujdesshëm ndaj zemrës këtë natë. Mja bëni auditim zemrës tonë vllazën besimtar, sepse Ramazani është muaj i vet reflektimit, është muaj ku na e bëjmë auditim gjendjen tonë imanore dhe shëndetin e zemrës. Andaj në këtë drejtim na e dina se është sunnet me thonë një do Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je ai që falës afu. Pastaj ka me një shtojë aful kerim, ti je ai që fal, po edhe je bujor, që shumë fal, më fal mua. Po çysh vllazën besimtar, ti po i lut Zotin me këtë lutje, po si e tu auditu zemrën tonë. Ti si e të këshyr atë ndryshkën korezionin që e ka kop zemrën tonë dhe pret që Allahu më të fal. Çfarë po du të thonë me këto? A ka ndër ne vllazni, ndër xhamat, njerëz që nuk flasin me vite me babën. Edhe kjo natën e kadrit, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti që fal, je bujor dhe do të falem fal mua, e babës që ke fol që 5 vjet.
E që 10 ditë ja ke cilë dirën motrën. E që kaq vite s'fol me një kojshi për një problem, do në thjesht edhe pse tonë këta kanë posë dëshirë me ty mu pajtu, mirë po ti nuk jenë gjendje, diçka shumë ma pak me fol, mirë po pret Zotit ty ketë atë veprimtarin tonë kriminale, po thëmë kushtimisht mëkatore me ta fol. Ja vëllazën besim të qëtu së shkanë. Ja, që kjo është gabim, që kjo gabim, do të me vetë reflektu, ti, kur ti thu, Allahume inneke afu, ti je fals, veç unë s'jam fals, po thu. Ti je fals, po, pa unë s'jam, e qëta Allah se den. Allah e uren, lozën besimtor, aj që është kërëneq, e uren atë që është nga të restor, e uren atë që është tahmaqar. Allah dënë më nafis një kru vlazni, anaj mujnë e faljes, kur ti e kërkon faljen, bëdhe ti fals. Zgate dorën të dikujt mja fol, një kabahat, një gjuna, do në dvogël, do në që nuk ja vlen vllazni, do në me shkput raporte familjare. Andaj qëfar, ai i ka shkput raporte familjare, edhe pret që Allahu me fol dhe me shpërblyshëm. Andaj në këtë drejtim të ndër vëllezër besimtar, ku pe marr argumentin tem, se në fe nuk folet, me hamendje, nuk folet, qysh mua më mendje, kanë shku disa njerëz të Muhamedi a.s. Dhe i kanë thonë, oj dërguri i Zotit, e kem qëtu një grunë kujshillak, e cila gjinën ditën, e folet natën, shumë është një bajt dëgji madh, thot po njerëzit nuk i lënë rahat me gjuhën e saj. I shqetëson njerëzit shumë, e çka ka thonë pejgamberi son, ai është në zjarr të xhenemit. Subhanallah. A beshen në vllazni? No, nuk është e lehtë udhëtimi tek Zoti që të shpirë mëshirën e tina. Andaj po don me të mëshiru Allahu, përmirëso veten tonë. Kontrolloje veten tonë, kontrolloje zemrën tonë, pajto me njerëz, faljo njerëz ndash me kondi folën, andaj kështu Allah për neve, andaj bëhonu të tillë që në këto netët që janë para nesh, lozën besimtar me ngadhni. Me ka që në dy pesë në parë ty, bes nuk ku folë të Allah, kërkon me folë, sa është falgjë më sirus. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të ndërro vëllezër besimtar, për cilësive që bën një musliman të shpëtoj në ditën e gjykimit është edhe kryerja e një shtylle për shtyllave të fesë. Ajo është zakati. Andaj kushdo vëllezër besimtar që ka pasuni, na e përmendëm para hutbes në vajzën e xhumos, mirë po si ripotencim, kushdo që ka pasuni, e cila te i kalon 85 gramare, e ka bërç me dhënë zakatin. E kjo është shtylla e tretë e fesë. Nëse namazi është shtylla kryesore e fesë, thonë dietarët, dine se zakati është ura e fesë. Në min namaz qëndron feja, e zakati është ajo që e bën e ndërton shoqërinë, i lidh njerëzit mes veti, andaj këtë drejtim duhet të jemi të kujdesshëm që ta kryjm këtë obligim. Është farz, është shtyllë e fesë. Andaj pejgamberi sallallahu e ka ditë natyrën njerëzve, e ka udhëzuar Allah edhe ja u ka qetësu zemrat muslimanëve kur ka thonë se sadakaja nuk e pakson pasunin. Andaj këtë drejtim secili prej neve duhet të jemi që të nxitojmë drejt udhrave të fesë. E zakati është dy lloj, është zakatul fitr dhe zakati i mallit, në që nuk është zakati i pasunisë. Andaj në fund të Ramazanit është obligim me dhon zakatin e fitrave na që kemi agjeru për me harnu agjerimin tonë, për me harnu lëshimet tona, po dhe duhet me pastru pasunin prej hakut tjerve. Zakati nuk është haki jone, ti mush mos me dhonë, po është sikur mulla keqe një ark me mulla të shëndosha. Kështu është, do të thotë ti ki 12.000 euro që të rrinë, 300 euro kimi dhonë. Kaq për hir të Zotit. Andaj këtë drejtim të jeni të kujdesshëm vllazni që të mos e nash kaloni këtë obligim, po flasim për farz, po flasim për një vepër që Allahu e ka obligu, edhe në këtë drejtim privimi për dhonës së zakatit është gjuna e madh. Kanë thonë dietarët, mos me kon kafsht. Edhe fëmia Allahu kishte për të nol shiun nëse ish nol zakati. Andaj vëllezër besimtar, bëni të kujdesshëm ndaj pasunisë tuaj kur mos kursane, mirë po ruani edhe pastroni atë. Andaj në këtë drejtim në këtë xhumë të fundit vëllezër besimtar, lutem Allahun që Allah na ka për atyre që ka pranuar Ramazanin. Lutem Allahun që Allah na bën për atyre që kena me ngadhnyer në ndaj vetes tonë që ka pranuar Taravit, që janë mulelin
Dhe lutem Allahut që të na mundsoj duke na mundsu me prit shumë Ramazan të tjerë vllazni, duke qenë të sigurt dhe me shëndet. E lutem Allahun që na ketë pranuar lutjet tona, e ti ketë shëruar të sëmurit ton. E lutem Allahun për vatonin tonë vllazni, sepse vatani jon vllazën besimtar është një amanet që Allahu na ka dhënë, andaj nëse ka ndaj lutje që është më parësore, dietarët kanë thonë është mirë më lut për udhëhec dhe për vendin ton. Andaj lutem Allahun që Allah më udhëzoj ka udhëhecat ton e më qit më të marr edhe më mi pri vendit çysh i meriton ky vend, edhe ju vllazën besimtar, edhe ju këshilloj juve që edhe ju teni pe atyre që don lutni për vendin dhe atë dhejën ton. Andaj këtë drejtim këshilla e fundit e jame që ka të bëj vllazën besimtar personalisht shpesh pyesin ku jep vitrat, pi kallëzoj që i dhon bashkësinë islame. Jo për diçka tjetër, mirë po institucionet tona me këtë mesin gjallë. Fetarisht a bën me dhon vitrat bashkësi islame, po ka për shumë dietarë që thonë vitrat bën me dhon në njëjtat kategori ku jepet zakati i mallit, andaj unë personalisht i dhon bashkësinë islame, edhe në këtë drejtim ju udhëzoj kushdo që nuk gjon një të varfër meritor drejtoni te bashkësia islame. Dhe këshilla e fundit vllazën besimtar është se edhe sot do të vendoset posta, për mendu bashkësinë islame në aktivitetet e saj. Zoti shpërblet.